Kur gjo këto për det, sa e bukur, sa e mirë. Pa i mvaret, po tash te me konë mashkull i mirë nuk provokohesh për femnes, kur jenë lidhje e fora. Pa i, nuk ka që lypi shumë, kun pak ma i gatë se unë, një 80-85, që qikave të vogla, që mësë më dashuru që aqë heret, se përbim pishman, që mësë më artu shumë të heret, që me jetu jetën, se një jetë e kanë tek e fundit me jetu, e jo mu martu ose mu zezu shumë të reja, shumë të vogla, si bim pishman në fundit. Përshëndetje, mirë ti? Si po kalon? Mirë ti që shi? Mirë, faleminderit. Nga kona vjen? Pipejës, Që kena pjene bukur. mirë shumë. Si peja? Si peja më që është. Që peja i ka vajzat më të bukura në Kosovë. Po që ashtu thonë? Kujtohesh me këtë? Po, Që s'ka më të mira vajzat Kosovë se peja. pa najna të mira, na më pej. Cilë është komplimenti më i çuditshëm që e ke marrë deri tash? Oh, shumë, për det, Pidjave që e marrë për shembull. pi djemve, valla, shumë komente, po. Ka komente marrë më shumë për shembull. Ja që ja vlen. Kur gjo këto për det, sa e bukur, sa e mirë. Ngucin zakonisht edhe për që jam me pes, na folin pak ma me dë, kështu. E na ngucin shumë edhe për që ato. A më folni bukur? Aha, edhe mu pëlqen, Dhe ti më pëlqen shumë. edhe mu më pëlqen shumë. A të kanë se të kajti më i madh që shoqëria rreth se kanë ditë për ty, po që në fund e kanë zbuluar këtë. Çfarë të shkajnë të thënë? Valla zakonisht nuk mbaj sekrete, kështu për shoqni spiretit. Po. Ja, Po ai sekret për shkak që ke marrë. Sekret. Që ka kuptuar në fund. s'kam valla diçka, krite kanë ditë gjatë për fillimit. Do të thonë sekretet. Shoqnia i mban, nana i den, qëto. A ja vlen mendoj sekretet me çdo kohë. Jo, me gjithë jo. Veç me shoqninë e ngosht. Me ndonjë shoqe dy që janë ma të ngoshta. Ashtu po. Ka të përdori kush sekretet. Dhe që tash jo, alo. Alo. Ja. Sa ki besim shumë njerëz në rreth. Në rrethin që e kam unë, shumë. E kam rrethin e ngosht, edhe kam shumë besim ta. Shperimin më të madh që ke pas për njerëzve, cili ka qenë. Jetën tonë. Paj. Zdi, halo nuk o që kum pas diçka shumë, halo e me re, diçka. Kështu që e ke pasur, se sot po ka shkënë i për sot. Pa kum pas edhe shoqe, që më kanë shgënyu ma për para, kështu. Që na i dhnu tash, që s'flas me ta. Ka dhe më thënë, a ki kërku që prap më këthy. Jo, dhe që tash jo, halo. Nuk po i falë ke shumë. Ja, A je strikët pjesë. pak po valla. Pak po se më varet edhe çfarë gabimi kam bo. Se me kun diçka e lehtë, o ma ndryshe, falet ma lehtë. Unë vajzat e le kam që mi pyet cilë është mashkulli ideal. Paj, nuk ka që lypi shumë, kun pak ma i gatë se unë, me pas një punë të shtatshme. Ç'është diçka. Ma i gatë më gatë. Paj, më kun ma i gatë, se unë jam vetë jam pak ma e madhe, kështu. E kom qef me kun ma i gatë. Sa për shembull, me qenë i qatë. Një 80-85. Gëgja i gatë. Për qatësisë, çka kishe pasur me pas? Mashkulli që Kur gjo nuk ka që këqyri diçka fort ashtu. Varet, veç am shkon muhabeti me ta, që shka lej, që shto. një person po ta shërun pamjen fizike. Po edhe mundet, mbaret. Mbaret krejt për personit. Po, Mujt me dashti. ja. Halo. Alo, a? Asta ka marrë zemrën. Alo, a? Ja, halo. Simpatia i pas. Po i kom pas. Harruan simpatit e para. Të para ta, valla, zër. Haruan po zër. A ke haru ti simpatin e parë? Una, po. Sa koka shku që ke haru? Oh, gëgja, shumë vjet. Jem kun ma e vogël atëre, ka një 5-6 vjet. A kishe pas që me pas? Pejon, dashurin, apo Ja, s'kisha dash me pas pejon. Se janë shumë trond pejon, s'kisha dash me pas pejon. cilit vend? Po thotë që janë mjeshkujt më të mirë rreth pejes. S'paj s'pudi edhe jam të Prishtinës të mirë. Kështu po nuk ka që në gjofë fort qyteteve tjera, se që më ka ra shumë. A je gjeloze kështu? Pak. Gjeloze më shumë. Paj, në gjithë shka ka pak, dhe i një mos. Tash edhe për shoqni pak, edhe kështu. A dhe që aty po s'ka gjelozi, s'ka dhe dashni? Që ashtu thonë, kur ka gjelozi, ka dhe dashni. Për shembull, tradhien, a kishe fal?
Mbaret që shokona moj s'besoj. Mbaret për rrethanave që është vjen. Kush po të ratojnë ma shumë? Djemt. Po djemt po të ratojnë ma shumë. Apo djemë dikon po të ratojnë? Me vojza? Po me vojza, po veç djemt po kam faj. Po, ja? Po. A në që ka një herë djemë s'kanë qore pa të ratu, se provokohen me me. Ja, kanë qore. Të ratohen. Ka qore? Po. A në që ka një herë ka disa përjashtim që disa provokohen. Pa i mbaret po tash te me konë mashkull i mirë nuk provokohesh për femnes, kur jenë lidhje e fora. S'provokohesh. Qka të me pas një lidhje shëndosh me qenë perfekte? Pa i me pas komunikim ma shumë e gjelozi ma pak. Tash ashtu. Po në fund, me përmbyll bisede për gjithë vojzat. Me i shkuj një mesazh që dashta kam i shërbi për jetën profesionale edhe ato do më thënë që i duhet për jetë. Kur gjuhë që veç duhet pak ma shumë më mundu edhe aden mos më ndiku pi tjerve, që i duhet një pak ma shumë zore, mos më ndalje më ndiku pi tjerve. Se tjertë nuk ta donë kur kusht mira, në fundit opet te edhin ma mirë për vete. Ma që ra fjalla e ndiku pi njerët që ti? Ja, nuk ndikona. Që ato e kom të mirë që ndikona. Vojzave në fund një mesazh, sa shpesh për vojza? E nena shumë të mira, unë jam shumë pro qikave edhe me vazhdu që shto. Qka mi thonë? Spajs. Së diçka që kam bjen mend. S'po m'bjen mend diçka. Kujtoju pak diçka që kime thonë. Keni nëzëm pak ngusht. Hajde një këshillë ka more? Me vojzë të pejës të një këshillë? Që qikave të vogla, që mos më dashuru qaq heret, se përbim pishman, që mos më artu shumë heret, që me jetu jetën, se një jetë e kanë tek e fundit me jetu, e jo mu martu ose mu zezu shumë të reja, shumë të vogla, si bim pishman në fundit. Shëndes shumë, të rimat mirat njetë. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit.